të konvergojnë në numrin e votave, se në fund fare politika është numër, është vot. Pra që të bënte 71-shin në 2009 i duhej patjetër Ilir Meta me 4 deputet. Ndryshe se bënte. A bëri gabim Ilir Meta duke njohur Edi Ramën, duke dhënë këshilla Ilir Metës që mos i jepte pushtet rilindjes, Edi Ramës, shikon çka ka bërë tani. Është në burg Ilir Meta. Mund të thoni unë është edhe prej teje. Po të shtyme kam thënë unë. E di ne. Po tani është i falur se i bie 18-19 muaj në burg. Nga ana fizike janë një vit, po nga ana juridike janë plus, se është në qeli. Pra i bie 18 muaj burg. Ilir Meta duhet dali për mendimin tim, i bëj ftesë edhe gjykatës që ta nxjerrë me arrest shtëpie. Pse e ka realizuar burgun ta zem për shpërdorim të tyre. Deri tani nuk njihet një vjedhje e Ilir Metës. Nuk ka një firmë. Moment që s'ka firmë, çfarë? E ka bërë për burgut, 18 muaj burga, duket pak 18 muaj në qelia.